dietarët janë trashëgimtarët e profetëve. Dhe profetët nuk kanë trashëguar pasuri, flori dhe argjend, por kanë trashëguar diturinë. Ndërsa profecia mbaron dhe mbyllet me largimin nga jeta të një profeti, misioni i tyre, kjo dituri, aplikimi i kësaj shpalljeje dhe zbritja e saj në jetën e përditshme, është detyrë që parsisht është e dietarëve apo e hoxhallarëve. Prandaj nuk është çudi të gjejmë hoxhallar të cilët janë angazhuar dhe kjo është gjëja më normale me të gjitha problematikat e shoqërisë, sepse mesazhi i profetëve ishte për njeriu dhe njeriu ka halle, ka probleme, ka problematika nga më të ndryshmet. Që të vim tek vendi ynë, ne jemi me fat nga njëra anë, po fatkeqësisht nuk e njohim atë pjesë siç duhet, që kemi një plejad hoxhallarësh, dietarësh, të cilët në formën më të mirë janë munduar që mesazhin profetik apo mesazhin e shpalljes ta bëjnë të jetësueshëm në jetë. Kanë arritur atë që mendoj që nuk është e lehtë, por është e domosdoshme, ta bëjnë fenë e jetësuar, ta jetojnë fenë, jo thjesht në vetët e tyre, po të mundsojnë që populli ta preki fenë. Është shumë mirë kur e gjen fenë në tradita, në zakone, në art, në kulturë, edhe pse njerëzit nuk e dinë që kjo e ka origjinën nga një hadith apo nga një ajet, nuk di të thonë që ka Allahu Taala, ka thënë Zoti në Kur'an filan ajet, apo ka thënë profeti Muhammed alayhis salam në hadithin e saktë të transmetuar nga Buhariu o Muslimi, nuk e dinë ta thonë këtë. Por ama ajo që thonë nuk është gjë tjetër përveç se shpjegim i një ajeti kuranor ose një hadithi profetik që e kanë trashëguar brezat, e kanë trashëguar brez pas brezi.